është përgjegjësi edhe e nivelit lokal që t'i kryej të gjitha obligimet që kanë. Ne së bashku kemi zhvillu dhe kemi finalizuar strategjinë nacionale për drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Vështërsitë fillojnë që për shkak të mosnjohjes së plotë apo të kufizuar duke përfshirë diagnozën e vonuar, mungesat e mbështetjes apo pas kësaj diagnoze që jipet. Prandaj këtu dëshiroj të nënvizoj nevojën e ngutshme për një trup multidisiplinare për diagnostifikimin e fëmijëve me autizëm në moshat hershme. Vetëm në këto 3 vitet e fundit, Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria e Republikës së Kosovës ka pas në dispozicion një fond prej 6.3 milion euro për shërbime sociale dhe familjare. Unë do doja shumë që fokusin dhe përkushtimin e nivelit qendror karshi shërbimeve sociale dhe familjare ta ketë edhe niveli lokal. Duhet sërish ta them dhe ta përsëris, kemi shumë sfida në bashkëpunimin me komunat. Kudo që ne kemi shkuar në vizita, në organizata që ofrojnë shërbime sociale dhe familjare, që veprojnë apo operojnë kuadër të komunave të Republikës Kosovës, kanë shpreh shqetësim që nuk po mbështeten në raport me sfidat e cilat i kanë nga komunat. Është përgjegjësi e nivelit qendror, por gjithashtu dhe sidomos është përgjegjësi edhe e nivelit lokal që t'i kryej të gjitha obligimet që kanë. Ne së bashku kemi zhvillu dhe kemi finalizuar strategjinë nacionale për drejtat e personave me aftësi të kufizuar, që ka për qëllim gjithëpërfshirjen, shërbimet sociale, arsimim cilësor, shërbime shëndetësore, çësia adekuate për personat me aftësi të kufizuar dhe shumë objektiva tjera. Ne ende vazhdojmë të përballemi me forma e vështërsitë të ndryshme, si në fushën arsimore, shëndetësore dhe jo vetëm. Vështërsitë fillojnë që për shkak të mosnjohjes së plotë apo të kufizuar duke përfshirë diagnozën e vonuar, mungesat e mbështetjes apo pas kësaj diagnoze që jipet. Vështërsitë në akses në arsim, shërbime sociale dhe shëndetësore. Tranzicione shumë të vështira nga fëmijëria në moshën e adultëve. Ne duke i njohur familjet e personave me çrregullimin autik, kur dhe vetë jemi pjesë të këtyre familjeve, shohim çdo ditë se ata bartin sistematikisht ngarkesa të konsiderueshme emocionale, ekonomike dhe të kujdesit. Prandaj këtu dëshiroj të nënvizoj nevojën e ngutshme për një trup multidisiplinare për diagnostifikimin e fëmijëve me autizëm në moshat hershme. Në 2, nevojën për intervenimin e hershëm,